Në mes marrëveshjes, ne kemi pas provojën e njëjtë, ne kemi qenë të bisedu për ndërtimin e qeverisë bashkë në 2019, ka dalë propozime për Glau Konjufsën pa dijen tonë, edhe kur ka dalë ne kemi votu, ja kemi votu. Me zonë apo donë, po, e kemi votu, mas pak jave, mandej e bo Vjosa Osmani kryetare kuvendit, Glau ku e bo ministër jashtë. Kjo marrëveshje ka ekzistu, tash është mirë që është... Do me thonë që si ko ka kë? është faktu, po problemi është që pse pe trajton problem procedural ku ki bo marrëveshje. Ki provu me bo marrëveshje edhe me parti, edhe me deputet. Ki provu me bo vazhdimisht marrëveshje edhe me parti, me deputet. Mos e trajton procedural, të ju njerëzve, bëni, qka të bëni partive politike, une, po bëj përpjekje me bo marrëveshje politike. Nuk o keq, as nuk o turp. Me thonë, une po bëj përpjekje, ende s'kumrin atë pik me mbro marrëveshje politike, më spreti ma shumë. Edhe njerë të relaksohen, edhe deputet relaksohen, edhe njerë të relaksohen. Por jo me thonë, vazhdojnë ju me procedura, në ditë po, në ditë jo, hajde e mandejnë me med në kravatë është problem. Nga ja që e thatë, prisni që VV-a të tërhiqet, pasi si ka numrat, edhe çka pas. Dhe më thonë, e murt një... e tërhes një paralele në vitin 2014 që ka ndodhë, dhe në vitin 2014 dihet ju keni bo koalicion me PDK-n, dhe nga ajo ka rezultu që Hashim Thaçi është bo president, ndërsa Isa Mustafa është bo kryeministër. A po thuni me këtë rast që ju jeni të interesum të bani koalicion me VV-n, vetëm që Zoti Kurti të bëhet president dhe Zoti Abdigjiku kryeministër, apo... Jo, nuk ka, jo. Mirë që e ndjere për shërim nuk ka të bojë me këtë formulë. Realisht, Kosovë janë 3 opcione në tavolin publik, 3 opcione janë. Partia parë me partnerët e saj, partia dytë me formulën e vetë, dhe LDK-ja me opcionin për qeverin e kalimdare. Këto 3 opcione janë, këto janë të provu, më dëshmu cila është ma mirë. Nuk ka formulë të mesme. A planani që tjetë kryeministër Albin Kurtin që të formulën e juj? është që liderët politik dohen me dakordu agendën edhe formatin. Liderët politik, LDK-ja, Zoti Lumir Abdigjiku ka mandatin e plot që me liderët politik me harmonizu formatin e ndërtimit kësaj qeverie bashkë. Do më thonë nuk jeni kundër që tjetë kryeministër Albin Kurti? LDK-ja ka, realisht kjo është aja që ne kemi bashkë, në mujtë arshëm një agent edhe një format të dakordum. Kush i bartë të procese këta në mujtë. Kryeministër aty? Po, tani që shmirën veshët që është e tyre. Ta është avolina, bisedime që është që do të me avlanën besim liderve. Po në besoj, jo njërë për atërën që besoj që gjithmonë partia ma e parë, që ka pesh ma shumë, a e ka fjallë ma shumë, ka pjesë more ma shumë se tjertë. So flasmina për diçka që pritet me ndodhë kej ndryshe, sepse nuk ki aso formule që ne kemi propozu, ku preashtot dikush. Pelizoj prapë që ju përdhoni që mund tjetë edhe Albin Kurti kryeministër. Unë nuk thashë që nuk është. Nuk thashë që nuk është. Një qeveri të tranzicionit të përbashkët, propozimi është të jonit, ashtu si që dakordohen liderët, sa ta mujnë me thonë me bo pak e besush, me Kosova shumë politike, me pas qeveri teknike. Mujnë me bo model qeverisjes tranzicionit si pas agendës, që janë 15 probleme, 15 njerë që janë njës më të mirë, me ka 5-6 vetë të fuqishëm zyre, që i mborin për 9 mujë zgjidhen probleme. O shkaktojnë procese më të mdoja, ose zgjidhen probleme.